Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës është mbledhur në seancën e radhës, ku janë miratuar njësër vendimesh që lidhen me shërbimet publike për menaxhimin e territorit. Një nga pikat kryesore të diskutimit ishte vendodhja e stacionit të ri të transferimit të mbetjeve, një projekt i cili synon të përmirësojë mënyrën se si qyteti trajton mbetjet urbane dhe të lehtësojë procesin e grumbullimit e transportimit të tyre drejt landfillit. Dhe jo vetëm dëshirat e komisionit që intensitet shumë të lartë, por vazhdimisht do të bëhet ndërhyrje, sepse aty rrezikohen mjetet, banorët që kalojnë, do të marrë masat me njëherë. Është buxheti patjetër. Në buxhetin e ministrit Shporti është një fond që ka kaluar atë emergjencën e Polonit, që po vazhdon procedura, në një fond së buxhetor. Unë membër të grupit të komisionit që e kaluar material, po i thiri për të kaluar materiali është i pajisur me projekt, me preventiv, është i pajisur me plan, me të gjitha hapësirat ligjore që vërtetojnë. Dhe ne kemi parë këtë me përparësi se komisioni kur ka dhënë shpjegimin në ndërtarje bashkisë me të gjitha detajet të domosdoshme për të bërë një investim të ligjshëm. Dhe të domosdoshme. Unë shtoj për ta miratuar. Gjatë mbledhjes u theksuar rëndësia e zgjedhjes së një territori të përshtatshëm që plotëson kriteret teknike dhe mjedisore, por edhe që garanton distancë të sigurt nga zonat e banuara. Tani duhet një vend magazinim. Por ekzekutivi ka gjetur një pronë patronat, e cila është pronë e bashkisë, e studiuar, nuk jep efekte ekologjike negative. Kjo është tërësisht e dokumentuar. Dhe është emërtimi faktikisht quhet krim, por për mua nuk kemi nevojë se kush, problemi është në zonë afër e parë të shtatë, që nuk ka qendër të banuar. Nuk ka rrjedhje të ujërave për cilat për të qenë në lugë. Është kundër edhe për cilat nuk vendosin qytetin dhe rrezikojnë jetën e njerëzve. Për mua stafi i bashkisë për këtë problem ka bërë një punë tepër të studiuar, mbështetjet të ligjeve dhe të rregullave që sot janë aktualisht të fuqishme. Gjatë mbledhjes u miratua edhe përdorimi i fondit të emergjencave për ndërtimin e mureve mbajtëse në lagjet Punëtori dhe Kodra e Shtufit, zona të identifikuara si të rrezikuara nga rrëshqitjet. Po ashtu Këshilli dha miratimin për ndihmën ekonomike të familjeve në nevojë dhe kaloi ndryshimet në buxhetin dhe paketën fiskale për vitin 2026.